Tregohet që kohët e fundit të khalifatit të Omer ibn al-Khattabi disa persona ngritën problemin e zbukurimeve të shumta të Qabes, duke thënë: "S'ka që duhen Qabes stolit, do ishte më mirë sikur me to të pajisej një ushtri e fuqishme muslimane." Khalifi ishte gati të ndiqte këshillat e tyre, po pastaj vendosi të këshillohej me Imam Aliun. Ky i tha: "Kur i zbriti Kurani i profetit kishte 4 burime pronësh. Njëri ishte prona e individëve musliman, e cila u shpërndahet rrezhgimtarëve të tyre në pajtim me rregullat caktuara. I dyti ishte feji, që u shpërndahej personave për cilët ishte paracaktuar. I treti ishte khumsi, për të cilët Zoti kishte treguar si të përdorej. I katërti ishte sadakaja, që administrohej edhe ai sipas udhëzimeve të Zotit. Edhe atë kohë ekzistonin zbukurimet e Qabes, po Zoti i la si ishin, dhe këtë e bëri jo nga mos përfillja apo nga gjë se dinte se ekzistonin, prandaj lëri aty ku i la Zoti dhe profeti i tij." Pas kësaj Khalifi i tha: "Po të mos kishe qenë ti, do ishim turpëruar keq", dhe i la zbukurimet ashtu si ishin.